Pas takimit që zotri Albin Kurti dhe zotri Abdigjikut nuk ka marrëveshje, vendi potencialisht kanë mbi disa orë do të shkojnë zgjedhje dhe data më e vonshme do të ishte 8 qershori. Siç duket, Lëvizja Vendendosë ka insistuar, jo siç duket, po tani më është e qartë sepse të dy kanë deklaruar edhe Abdigjiku edhe zotri Kurti, që Lëvizja Vendendosë dëshiron presidenti me kon i Lëvizjes Vendendosje. Në këmbim i ka dhënë 3 ministri, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe zëvendës kryeministrin zotri Abdigjikut, i cili nuk ka pranuar më bë pjesë e qeverisë, por ka kërkuar shi presidenti të jetë jashtë LVV-s. Tani, diaspora në këto data, siç e dim, në përplot Bundeslanda nuk ka pushime. A do të merrni pjesë në zgjedhje përmes ambasadave dhe pse është pak e çuditshme kjo farë puna në botë shaft me shku më regjistru me bojmë. Thash, po si do që tjetë, a do merrni pjesë në zgjedhje dhe a do të prodhojnë këto zgjedhje një zgjidhje të re, apo do të jetë vetëm një harxhim tjetër i radhës kot.